Dhe radisti ati bëri një gabim, e la pa mbyllur, ai korespondenti vet e la hapur, u kap ai, e gjetën e monezat dhe pastaj zinxhir, reakcion zinxhir, shkor. E kuptonin se e rëndësishëm është? Dhe këtë, jo se po e shpik, kjo është e shkruar në një libër që me ka lezuar dhe i mat dikur në gjuhën ruse. Ne nuk e provuam dot se sa të sakt ishim, se fatmirësisht nuk e përjetuam luftën, por ishim përgatitur. Ndërlidhja ishte përgatitur. Ndërlidhja ishte përgatitur. Jo thash, çdo gjë, mendojeni, hiqni atë mentalitetin e kohës sotme dhe që duket vetë sikur jetonin atë kohë. Gjithande ishte për mbrojtjen. Spionazhi gjithmonë ka vepruar. Këtë tangulinin mirë shqiptarët, sepse i kemi pjellat e tyre ndoshta akoma sot. Si mund të na shërbejë në ndërlidhja sot? Kjo lloj ndërlidhje për mua, kjo ishte shumë e saktë. Sepse ka një gjë, ti çon me email. Sot ti çon me mesazhe me këto. Po email e pat se ç'ndodhi. Ja u bllokua. Sa të lidhi gjëra. Kjo është një komunikim, do të thuash edhe kjo bllokohet, sepse ata ta përdorin zhurmos. Por këtu mund të përdoresh valë të rezervë. Pra, unë u thash, ndërlidhja kur vinte radisit, i vinte skeda me këdo lidhesh me divizionet, i vinte edhe sa valë duhet përdorte. Vale parë, vale dytë, vale tretë, deri 7 valë rezervë. Dhe unë, kur nuk merja, bëja thirrjen qarkore, thirrja qarkore është një thirrje që i bëhet gjithë bashkë dhe çdo korespondent ka numrin e vet. Unë isha 01. 01 për zbuluar që është qendra. Dhe bëja thirrjen qarkore për shembull Bleta. Po të dëgjojnë fjalën Bleta, të gjitha fillonte 02, 03, 04, 05, 06, 07 përgjigjeshin me radhë. Nëse unë nuk dëgjoj, ata nuk më dëgjojnë mua, 1 minutë do ta përsërisja. Do ta përsërisja edhe një herë tjetër, pastaj kuptohet, edhe ata e dinin, çdo gjë ishte e qartë sepse është shkruar në rregullore, që duhet kaloni ke vala 2. Po kështu ke vala 3, po kështu ke vala 4. Pra pa u vërtetuar, Pra është e vështirë që ndërlidhjen e kësaj që ne prezantuam ta vinim në jetë sot. Sot është e vështirë, s'ka gjë të vështirë. Nuk ka gjë të vështirë. Në fundit një celular, një radio, sot ka shpikur radio që ka gjatësi vale të jashtëzakonshme. Marrjen mund ta bësh, nuk ka problem. Po një transmetim, a e dini që edhe Escobari kur ka blerë në ndecë që transportonte drogën, ka përdorur kodin Morse deri në vitin 2000? Kur ble nga rusët në ndecë që transportonin drogën, në det hapur, ka përdorur kodin Morse. Mendohet tani. Po mirë ndërlidhjen, paradistët ku t'i gjejmë? Paradistët përgatiten. Ka kurse, ka libra, ka akoma. Kjo ishte sport, radioamatorizëm. Por radioamatorizmi kishte veti tjera, sepse aty kishte qëllim shpejtësia. S'është ai sport përgatitesh për luftë? Tamam. Nuk do ta marrësh me sportivitet është tjetër gjë, edhe përgatitesh për sport është tjetër gjë.